Gjermania po e shqyrton seriozisht bojkotimin e Kupës së Botës 2026. Shkak është rikthimi Donald Trump në shtëpinë e bardhë dhe përshkallëzimi i tensioneve politike me Evropën. Propozimi vjen nga Berlini si presion simbolik për çështjen e Grenlandës dhe tarifave ndaj vendeve evropiane. Një vendim i tillë do ta vendoste FIFA në pozitë kritike vetëm pak muaj para turneut historik me 48 ekipe kombëtare. Gjermania 4 herë kampione botës është një shtyllë sportive dhe financiare Kupës së Botës, duke bërë që ky të jetë një kërcënim i madh. Debati është zgjeruar edhe nga figura të njohura të mediave që flasin për një bojkot të gjerë evropian, i cili mund të përfshijë ndoshta edhe vende tjera si Franca, Spanja, Portugalia, Holanda, Norvegjia dhe Italia. Nëse kërcënimet kalojnë nga fjalët në vepra, kampionati botëror 2026 mund të ndryshojë para se të nisë. Për këtë dhe lajme tjera interesante rreth futbollit ndërkombëtar, vizitoni portalin telegrafi.com.